Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore vijojnë turin në takimeve në të gjithë qytetin e Vlorës, duke prekur e shkelur çdo rajon e lagje. Kandidatët për deputet Edmund Fetau dhe Atir Doxha zhvilluan një takim me vajza dhe gra të rajonit 4 në qytetin e Vlorës. Kandidatët shprehën mirënjohjen për angazhimin e pandërprer të grave dhe vajzave dhe mbështetjen për Partinë Demokratike. U diskutua mbi programin e Partisë Demokratike, i cili trajton dhe ofron zgjidhje për problemet më të rëndësishme që përballet sot Shqipëria. Kandidatët u shprehën se pas 12 vitesh keq qeverisje të Edi Ramës, Shqipëria ndodhet në udhkryq, por fal mbështetjes dhe entuziazmit që po ndihet në çdo takim, janë shpresë plot për një fitore bindse në Vlorë e në mbar vendin. Ndërkohë, kandidatët për deputet Mario Runa, Atir Doxha dhe Edmund Fetau, së bashku me drejtuesin politik Bujar Leskaj dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Vlorës Hysti Shara, në mbrëmje zhvilluan një takim me të rinjtë e Forumit Rinor. Kandidatja për deputete Monika Hasani Hoshafi zhvilloi një takim po ashtu me banorët e Alikokës. Hoshafi u shpreh se në Alikok, Babic, shqetësimi madhor i banorëve është mungesa e ujit të pishëm dhe energjisë elektrike. Uji i pishëm në këtë zona vjen vetëm një orë në 48 orë, ndërsa në verë thuajse fare. Sipas kandidates Hoshafi, ndërmarrja ujësjellësit kujdeset që tua marr taksën dhe pagesën e ujit, e pavarësisht se nuk u jep asnjë shërbim. Ndërkohë kandidatja Hoshafi u premtoi zgjidhje reale për problematikat që kanë sot zonat periferike dhe rurale në Bashkinë e Vlorës. Nga ana tjetër, kandidatja për deputete Nada Daullia zhvilloi takime me banorët e rajonit nr. 5, me të cilët shpërndau pikat nga programi Partisë Demokratike. Kandidatja Daullia theksoi se takimet me banorët janë një mundësi për të dëgjuar nga afër zërin e qytetarëve, për të parë realitetin me sytë tanë e për të kuptuar më mirë nevojat e përditshme të komunitetit. Prania jonë në çdo lagje, thot kandidatja Daullia, është një angazhim i sinqert për të qenë pranë njerëzve, jo vetëm në fushat, por gjithmonë.